presidentin Osmani për shmangur zgjedhjet. Në argumentimin e zotit Kërçeli ka një kontradikt logjike. Pra një anë po thotë na nuk bojna pazar me zgjedh presidentin, e në tjetër anë po thotë na ja ofrum juve 4 ministri me zgjedh presidentin. A s'është pazar që kjo? Kush e refuzoi që të pazar për 4 ministri? E refuzoi LDK-ja. Pra, në këtë diskurs t'juvin, LDK-ja është parimore sepse refuzoi të bëhet pjesë e qeverisë për t'ja dhënë presidentin. Pra, kjo është kontradikta e parë e argumentit logjik të terminaleve. Lutëm, knejem unë anë është zotnjari, të knej është tarifi, anë është zotnjari. Ose të shtëpia juaj këto qetësi nuk e përdor. Kur të argumentoj unë, mandej vazhdon. Sa po mundesh, inshallah bash deputet se ku ke krizë. Unë kam qenë 2014-ën, unë kam qenë 2014-ën kryetar deputet në Parlament Kosovës i kam shërbyer 3 presidentëve. Vetëm mos ta çojmë në personale se skemi benefit asnjëri për to. Presidenti Osmani, natyrisht për 5 vite bërë një punë të jashtëzakonshme në përfaqësim të Kosovës dhe bëri krenar secilin të përfshirë zoti Kërçelin që e ka mbrojtur 5 vite rresh çdo ditë punën e presidentes Osmani. Tani zoti Kërçeli duhet ta ketë një konsistencë logjike. A është me qëndrimin e zotit Glau Konjufca, i cili deklaroi publikisht në media se ne nuk do të propozonim një presidente që pritnim të na godiste, a je konsistent me qëndrimin tënë që presidentja na ka qujtë bigjozgji, apo je konsistent me qëndrimin e nënkryetares dhe ushtrueses detyres presidente Zonjas Haxhiu, e cila mbrëm deklaroi se ne kemi deshë ta zgjedhim presidentin Osmani. Tria që një linë. Tria që një linë, asnjëra secila është kontradiktore me njëra tjetrën. Çka ka thonë zoti Glau Konjufca? Është më kontradiktore se njëra tjetrën. Zotri Kurti, dhe lëvizjeve vendosje, doni më ashti dryni LDK-s me shpifje. Doni më mbyll LDK. Ti për LDK s'ke nevojë brengosje, ne brengosim për LDK. Veç LDK-s. Veç 2 persona ai kanë po Xhalli Ibrahim Rrugovën. Këta s'kan lidhje me Rrugovizëm. Këta i mësuan që shtu mu viktimizu, sa të vinë zgjedhjet, me hinë të tavolin, edhe me prit na i votë. Mani ma se doni me ashti drynin LDK-s. Ju falni për kontradiktën logjike në argumentimin e juaj si lëvizjeve vendosje. LDK-ja është parti e vjetër institucionale, këta kanë dalë të institucionalizmit. Këta janë bo biznismena. Kryetari i LDK-s po don mu bo biznismen, se nuk ka di gjatë jetës ti me zhvillu asgjë. Po don mu lidh me kompani, me ndimu, me ja financu fushatat. Kjo është LDK-ja që deklaron Kërçeli për LDK gjatë fushatës. Kush pjau pagu më këto juve? Kush pjau pagu? Për një me ka problem në argumentimin logjik të lëvizjes vetëvendosjes. Zotri Glau Konjufca del në media dhe thot nuk dëshironim të zgjedhnim presidente zonjën Osmani sepse e dinim që do të na godiste. Në 2026, në 2027, në 2028, në 2029. Nuk e ka thënë asnjë moment. Zotri Kërçeli këtu ka një